edhe njerë, po e theksoj, falenderoj Zotin, që ato që kam thënë, kanë dalë. Kundërshtarët që dalin, që edhe kundërshtojnë këto që them unë, kuptohet janë patronalizistët të cilët i kam me bollok këtu shalbare. I kam, domethënë janë me shumë të madhe. Mi po tani, kur u them unë pse nuk gëzoni për fitore, nuk kanë rënë pëndët. Realisht nuk kanë rënë pëndët. Edhe nxinj sot, i pasja 4-5 sot që dola për pirë kafe në mëngjes, nxinin ishin 4 anë fytyrë. Pa mos është ç'kini. Juve ja u ka vlerësuar Evropa, u vlerësoi Macroni, thash. Që se festoni, nuk flasim. Pra, shpresoj, edhe kështu do ndodh, që do anullojnë të zgjedhje, dhe për të bërë zgjedhje të lira dhe të ndeshme në Shqipëri duhet ta marrë patjetër pushtetin në dorë një qeveri teknike jashtë spektrit politik komunist që është aktualisht në fuqi në Shqipëri, me qëllim që të përgatisë vendin për zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Të bëhen pastaj ato që presim të bëhen në Shqipëri, që janë ndryshimi i kushtetutës, ndryshimi i sistemi politik në republikë parlamentare në republikë presidenciale, me senator, deputet dhe president, të ndryshoj gjithçka dhe këto i presim. Zoti Islami, për ta lexuar konkretisht këtë mesazh, unë po e sjell të plotë paktën pjesën më domethënëse që ka të bëjë për vendet europiane dhe konkretisht për procesin elektoral që së fundmi u mbajt në Shqipëri, por edhe për zgjedhjet që zhvillohen në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Mesazhi thekson se shtypja e fjalës, lehtësimi i migracionit masiv, shënjestrimi i lirisë fetare dhe minimi i zgjedhjes elektorale kërcënon vetë themelin e partneritetit transatlantik. Një Evropë që zëvendëson rrënjët e saj shpirtërore dhe kulturore, që trajton vlerat tradicionale si relike të rrezikshme dhe centralizon fuqinë në institucionale të pallogaritshme, është një Evropë më pak e aftë të qëndrojë fort kundër kërcënimeve të jashtme dhe të kalbjes së brendshme. Pra ky është mesazhi i përmbledhur pra në pjesën më domethënëse të Departamentit Amerikan të Shtetit. Ju si e lexoni në tërësi tashmë këtë mesazh? Është një akt akuzë direkte e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shtetet e Bashkimit Evropian, të cilët kanë nxitur, kanë financuar, kanë udhëhequr dhe kanë krijuar të tëra lehtësi e mundshme që këta komunistët shqiptarë të vjedhin pa punë dhe të ikin të boshatisin Shqipëria, të ikin shqiptarët të shkojnë në Evropë, të cilët vend dhe punojnë sklevër në vendet e Bashkimit Evropian. Pikërisht ky grushti i turinjve që i ka dhënë Departamenti i Shtetit Bashkimit Evropian. Dhe është akuzë direkte duke i thënë që jeni ju fajtor që Shqipëria po boshatiset, jeni ju fajtor që mbështesni një diktatoruc që është vendosur në Shqipëri, një parë të tërë në video se si përtet edhe i bie tavolinës me grusht, një çmendur, realisht i çmendur. Se edhe me kartel është Edi Rama tek psikiatria, dhe jeni ju, akuzohen vendet e Bashkimit Evropian se janë ata pikërisht që mbështesin dhe kanë krijuar këtë situatë në Shqipëri. Dhe për këtë arsye, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në të njëjtën kohë me atë akuzë që u bëjnë atyre, nuk njohin zgjedhjet që janë bërë në Shqipëri. Nuk i njohin. Dhe prandaj ka rëndësia në blokun komunist të Edi Ramës, edhe të Sali Berisës, se komunistë janë të dy dhe të njëjtët janë. Kur theksohet minimi i procesit elektoral, pra minimi i procesit zgjedhor, mund të rrezikojë partneritetin strategjik, çfarë nuk kupton Shtetet e Bashkuara në këtë rast? A është vendosur në rrezik ky lloj partneriteti apo janë duke paralajmëruar konkretisht Edi Ramën? Dëgjoj,
Minohet, realisht minohet partneriteti dhe bashkëpunimi, sepse në rast se do pranonte Amerika këto zgjedhje dhe këtë kasapan, këtë diktaturë që është vendosur në Shqipëri, populli shqiptar do urrente Amerikën pastaj. Pra, se këta për atë përgatiten dhe atë situatë përgatisin Shqipëri, që shqiptarët të urrejnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjë që Amerika nuk do ta lejojë, se Amerika e di që shqiptarët i ka me vete, populli shqiptar e ka me vete. Dhe prandaj thotë që minon bashkëpunimin strategjik dhe partneritetin midis të dy vendeve. Zotëri, Amerikës nuk i shkon mi unë mustaqe. Edi Rama këtë e di mirë. Edi Rama tani pret, ose pritet, kur do jap dorëheqjen, se duhet jap dorëheqjen, këto ditë se s'bën duhet jap dorëheqjen, të anullojë zgjedhjet dhe të niset të shkojnë në Amerikë të jap llogari për bashkëpunimin për korrupsionin që ka bërë me McGonigalli. Zoti Islami, si lexoni këto mesazhe të fundit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke qenë se ky është mesazhi më i fuqishëm, po themi, pas atij që dha vetë zyrtari i administratës së Donald Trump, i cili solli porositë e prokurorit të përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke i kërkuar qeverisë shqiptare që të luftojë krimin organizuar dhe kartelet e drogës. Sepse deri tani qeveria shqiptare, drejtësia shqiptare nuk është marrë fare, nuk është marrë atje ku duhet dhe sa duhet me kartelet e drogës dhe me kriminalët e narkotrafikantë të Shqipërisë. I kanë të tëra ndorë, i kanë të tëra prova, materialet, filmike, dëshmit i kanë të tëra që urgjentisht një orën parë duhet të fillojnë ndjekjen e tyre, arrestimin dhe hetimin e të gjithë veprimtarisë kriminale që kanë grupe të ndryshme të strukturuara, të mbështetura ekskluzivisht nga Edi Rama dhe Sali Berisha, të dy palët, se të dy palët kanë grupet e tyre kriminale. Dhe këtë Shtetet e Bashkuara të Amerikës e din, këtë ambasada amerikane e din, dhe prandaj po i thot edhe një herë me këtë mesazh që ka dërguar tani së fundi, i thot që keni kujdes dhe thirrni mendjes. Mirë, po këtyre u ka marrë kokaer se mendojnë që janë pushtet dhe kanë mbështetjen e Macronit, ose mbështetje ai Macroni, Manuel Macroni, dhe mendojnë që nuk do japin llogari. Jo zotëri, mesazhi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ky i fundit është paralajmërimi i fundit që i bëhet Edi Ramës. Për mua, nëpërmjet atyre që ati mesazhi që i dërgojnë Bashkimit Evropian, në fakt kanë banë atë bien për Edi Ramën këtu, edhe për klasën politike këtu. Unë pres nga dita në ditë, nga ora në orë, pres që të fillojnë arrestimet e kupolës së krimit në Shqipëri. Edhe kupolja e krimit në Shqipëri do arrestohet në momentin që Edi Rama do jap dorëheqjen, do shpall marrjen e pushtetit nga qeveria teknike që është gati është e krijuar, është vetëm ajo, si thua, vetëm inaugurimi ka mbetur pa u bërë, me qëllim që pastaj të fillojnë arrestimet dhe të vendoset drejtësia dhe rendi në Shqipëri, të kthehen shqiptarët në mendjen e tyre, të respektohet qytetarit shqiptar, të respektohen nënat dhe gjyshet dhe stërgjyshet e emigrantëve tanë që kanë ikur 20 vjeç e janë bërë 50-60 vjeçar tani. Kanë lindur fëmijë atje dhe fëmijët e tyre janë 25-30 vjeçar, të cilët nuk njohin as gjuhën, as adhënën e tyre. Për këtë punon Amerika, për këtë punojmë ne këtu në Shqipëri, kjo do bëhet, duan apo s'duan komunistët shqiptar, kjo do bëhet, dhe komunistët do vënë atje ku kanë vënë, se kanë 80 vjeç që po bëjnë krime në Shqipëri.